Përshëndetje, sot në podcastin Shkëndi kam Fationa Murati, mirë se erdhe, Kenkri Marketing. Sot do të kemi një histori ndryshe nga të tjerat, ku Fationa do na zbuloj hapasapi se si ajo vetë, por dhe Kenkri Marketing është rritur. Fationa, mirë se erdhe. Mirësi u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit që erdhe dhe unë do doja ta filloja me se si Fationa i hyri rrugës së biznesit dhe pse marketingu. Fationa se ka pasur fare në mendje biznesin, por takoi disa njerëz dhe rrugës pëlqeu dhe pa veten që ka një interes për sa i përket biznesit, krijoi një gjë nga zeroja vet. Unë kam filluar në fillim në Fiverr, në fakt nga kushëriri bëra një kurs për social media marketing. Kam qenë diku te 18 vjeçë, ishin ato pushimet e verës që s'dinin çfarë bënim, do fillonte shkolla dhe aty ishte ajo e para, si thua që u lidha pak me marketingun. Pastaj kushëriri më jepte projekte, kisha dhe profilin tim. Gjatë kësaj kohe si studente merrsha pjesë në për aktivitete të ndryshme me ju për pjesën e startupeve, ku aty takova edhe Julian. Që merrnin pjesë të dyja te këto pjesa e startupeve, kishim një dëshirë, një qëllim thjesht që të njihnim njerëz të rinj, të ishim në këto aktivitete, të mësonim gjëra të reja dhe Julia një ditë më tha, Fationa, do bëjmë diçka për marketingun. Do bëjmë ndonjë biznes bashk. Pra ishte ajo që nda, si thua, një shkëndinj, një indicje që pse mos krijojmë diçka nga zeroja, nuk ishte ndonjë para të madhe për të shpenzuar ose si thua, në një fond kapital që duhet një investim që zakonisht biznesi e kërkon në fillimet e tyre, e bëjmë. Unë thash po prit, s'dim. Nuk kemi informacion, domethënë kisha ato pikpyetjet e mia dhe s'është se kisha ndonjë informacion si funksionon biznesi, domethënë isha fokusuar vetëm te pjesa e shkollës në ato momente, këto projektet e vogla që bëja në Fiverr, edhe ajo më dha atë hintin e parë edhe më ndezi shkëndinjën për të kuptuar pjesën e biznesit. Dhe kjo shkëndia ka nisur rreth 4-5 vite më përpara. Po, u bën diku tek 4 vite e gjysmë, 5 vite që ne jemi bashkë dhe zhvillojmë projekte të ndryshme me Kenkri Marketing. Nga ideja, nga ky momenti që, Julia ta dha shkëndijën, nga shkëndi kur u bë zjarri që filloi Kenkri Marketing t'i shërbej klientëve? Mund të them te viti i tretë që ne kuptuam tregun, u futëm, domethënë ishte ajo pjesa që po ndërtonim paketat, po bënim hulumtimin e tregut, domethënë shikonim agjencitë e tjera, çfarë bënim, i kontaktonim, merrnim informacion. Edhe te këto aktivitetet na ka ndihmuar shumë pjesa e planit të biznesit që ne kemi marrë. Domethënë gjitha këto gjërat u mblodhën bashkë dhe rezultati dhe që filloi realisht të kishte atë feedbackun e vet ka qenë tek viti i tretë. Domethënë që ne filluam me pjesën e kontratave, gjërave si thua më serioze që ka biznesi dhe jo ajo faza e testimit që çdo biznes ose çdo startup ka në fillimet e veta. Më pëlqen mënyra se si e tregon këtë historinë, pra që e keni marrë kështu hapasapi derisa është konsoliduar. Unë së pari do të pyesja si është të kesh një partnere edhe të keni një biznes me 2 bashkëthemeluese. Fillimi ka qenë shumë i lezetshëm. Pastaj gjatë rrugës ka ato problematikat e veta, ka ulje ngritje, domethënë kur fillon dhe futesh që ke pjesën e klientëve, fillojnë problematikat e tjera, nëse në fillim kishim pjesën si gjenim klient, si të performonim më mirë, pjesën e licave, kishin disa probleme të tjera, erdhën klientët, filloi puna, pastaj aty dalin probleme të tjera, pjesa e stafit, menaxhimi, projektet, ke një sens tjetër përgjegjësie edhe ndaj klientëve. Domethënë kur jep fjalën aty kuptuam që ka edhe gjëra të tjera që ne binim dakord, nuk binim dakord, por gjithmonë kjo domethënë është një gjë që na habit dhe e vazhdojmë të tonë që ne merremi vesh. Domethënë mund të zihemi, kemi ato debatet tona, por gjithmonë ka dalë një gjë e mirë. Domethënë nga këto mosmarrveshjet e vogla ose gjërat që nuk kishin në të njëjtin mendim, i diskutonim për një kohë shumë gjatë, ndoshta gjithë secila kishte mendimin e vet, argumentat e veta, por në fund dilni me një rezultat më të mirë që kishte nga të dyja anët. Domethënë edhe ajo që unë doja, edhe çfarë Julia donte. Pra ka qenë një marrëdhënie të riqe mos e kuptoj, domethënë gjithë ato tensionet, gjërat, po që ja kemi dalë dhe akoma vazhdojmë me pjesën e Kenkrit, me projektet, me gjërat dhe kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Pra ka patur një energji, janë 2 profesioniste të reja, plot ambicie, plot energji që nuk heqin dorë nga ideja e tyre. Por ama kjo energji, mendimi, idejt vinë dhe pastaj sjellin mbase produktin më të mirë për klientin.
Kjo është, domethënë ne çfarë kishim pjesën e zënkave në thonjzave ose debateve ishte te pjesa si t'i nxjerrnim produktin final klientit më të mirë. Julia është në profesion graphic designer, unë kisha nisur me social media marketing dhe gjatë rrugës sigurisht kam bërë dhe trajnime nga më të ndryshme dhe brenda dhe jashtë Shqipërisë, që merrja informacion, ushqesha për pjesën e strategjive, shkollën po ashtu e kam mbaruar për marketing, domethënë dhe gjithë kjo profilizova akoma më shumë dhe informacioni që kisha unë gjithmonë me Julian, që kishim diskutimet që të nxjerrnim te klienti më të mira. Domethënë këto diskutime ka qenë gjithmonë për një gjë më të mirë. Më të mirë. Dhe keni patur edhe mundësinë që të keni dy profile të ndryshme, por që janë komplementar dhe që kjo është një gjë kontribuojnë. shumë e mirë se edhe nga njerëz që kemi takuar, kanë qelluar që kanë, si thua, profesione të njëjta dhe ndonjëherë kanë mosmarrëveshje të ndryshme nga këto tona, ndërsa ne kemi gjithsecila atë profilin e vet, ka punët e veta dhe kemi qenë si më të ndara për këtë pjesë dhe plotësuese me njëra tjetrën. Domethënë një gjë që se dija unë e dinte Julia nga ana teknike, unë më shumë nga ana e strategjisë dhe ka qenë një meç i bukur, i lezetshëm edhe plotësues. Shumë bukur. Dhe kjo dyshja juaj, unë e kuptoj dinamikën, si zhvillohet një dyshe dhe si ti e ndërton biznesin. Ka patur ndonjë moment për shembull që keni menduar, është Kenkri jetë gjatë apo do ta lëm këtu? Ka pasur një moment dhe ka qenë nga pjesa e fillimit, se ne mendonim, domethënë kur kishim atë, si thua, energjinë e fillimit që do bëjmë këtë, kishim dëgjuar disa histori të bukura, kishim parë disa rezultate nga sipërmarrës të tjerë, nga agjenci të tjera, dhe pastaj kur po fillonin që po futeshin në treg, aty kuptuam që tregu është pak më i vështirë. Domethënë ti duhet gjesh një diçka që duhet të jesh, si thua, duhet të kesh atë avantazhin konkurrues pra që çfarë të diferencon nga kompanitë e tjera. Dhe ajo pjesa, domethënë, mund të them që ka qenë më e vështirë që a duhet ta vazhdojmë, a jemi ne gati për këtë gjë, se nëpër takime të ndryshme kam kuptuar bashkë me Julian që duhet të jesh edhe ti i formuar si individ. Pra, njerëzit duhet më njohin mua si Fationa që unë merrem me këtë punë, që kam mbaruar këtë shkollën, kam bërë këto trajnimet që janë për social media marketing, për strategjitë e marketingut. Domethënë duhet të njohin ty si individ, domethënë pjesa e rritjes së biznesit vjen me njohjen time si individ. Sa më shumë unë të njihem si profesioniste e kësaj fushë, si profesioniste social media marketing, digital marketing, që merrem me inteligjencë artificiale, është edhe kjo pjesa e personal branding. Sa më mirë dhe sa më lart jem unë, aq më mirë dhe aq më shpejt rritet biznesi. Ajo ka qenë domethënë pjesa më e vështirë, fillimi, se kishim shumë pritshmëri të larta, mendonim që të bënim namin, por rrugës kuptuam që do ta ulim pak hundën në thonjza edhe ti marrim gjërat pak më avazh dhe çdo gjë ka kohën e vet për të arritur sukses dhe ato rezultate ose për të pasur edhe klient të mirë afatgjatë. Pra, entuziazmi i fillimit duket sikur u shkund nga realiteti i tregut. Nga realiteti i tregut, po. Por juve e kaluat këtë gjë, sepse juve jeni ende duke rritur biznesin tuaj. Unë do doja të pyesja, si të kam njohur unë, kam njohur Fationa shumë ambicioze, që donte Kenkri marketing të ishte on top, dhe në të njëjtën kohë një vajzë që ka qenë nga të parët në digital marketing që fliste për si inteligjenca artificiale mund të ndihmojë biznesin në marketingun e tyre. Dhe doja të pyesja, aftësitë e tua, aftësitë e skuadrës, të Julias, çfarë do të çmosh ti si gjëra më të rëndësishme që e kanë bërë Kenkrin të jetë i suksesshëm? Në qoftë se do kthehem pak te vetja, e the dhe ti, domethënë kam qenë gjithmonë shumë ambicioze, njerëzit më njohin si njëri iniciator, kurioze për të mësuar më shumë, për të lexuar, për ditur çfarë po bëhet, çfarë po bën ai tjetri, çfarë mund bëjun më ndryshe, dhe gjithmonë kam pas atë idenë që çfarë na diferencion neve, çfarë sjell diçka që është e re. Dhe qëlloj periudha e inteligjencë artificiale. Domethënë gjatë kësaj rrugës kam pas disa ndihma shumë të mira. Edhe në fillimet kur e kemi filluar ne, ka qenë pjesa e Covidit, pra edhe ajo na ka dhënë një shtys te pjesa e biznesit, sepse atëherë të gjitha bizneset u mbyllën dhe pjesa online kishte më favor, dhe ajo na ka dhënë, ka qenë si thua spuntoja e parë për të ecur dhe për të na shtyr drejt Kenkri marketing. Ne pastaj organizuam disa trajnime për inteligjencë artificiale, unë fillova të lexoja, bëja kurse gjatë gjithë kohës, flisja me trajnerë që gjejnë nëpërmjet LinkedIn, i shkruaja, thoja për kurset, i thoja si mund ta ndërtojmë, dhe pastaj krijova një kurs të plot me pjesën e inteligjencë artificiale, mora disa trajnerë dhe kam ofruar dhe këtu në Shqipëri për disa biznese. Skuadra më shumë ne kemi nga graphic design, përbërë nga graphic design, që ato tani të gjithë ne i trajnojmë dhe marrin pjesë në trajnime të tjera që bën këtu në Shqipëri, po edhe trajnime që
që bëhen online për pjesën inteligjencë artificiale, janë më shumë nga ana teknike, nga ana grafik dizajnit për pjesën e editimit të postimeve, editimit të imazheve, që të jenë në një nivel tjetër. Pra një biznes nëse ka nevojë për social media marketing, por nuk ka një buxhet, si thua, të mirëmenduar ose një buxhet fiks për të hyrë në treg ose për të bërë marketimin e gjës ose të atij produkti shërbimi që ka, patjetër ne mund ta ndihmojmë me pjesën e inteligjencës artificiale me një kosto pak më të ulët. Po ndonjë aftësi të brendshme që keni juve, që vjen prej jush, jo nga këto që i kemi nga mjedisi. Çfarë do dojë të nënvizoje? Te pjesa që unë po e thash një gjë e bëj. Ndoshta kjo është ajo që lidhet direkte me mua se si njerëzit më perceptojnë ose edhe unë vetë që se kam një ide nuk më zë gjumi derisa ta realizoj. Dhe te një nga librat që po lexoja në fakt, ishte një teknik që mua më kishte ndodhur por nuk e kisha kuptuar, ishte me pjesën që si ta stimulosh veten që të japësh më shumë në biznes ose në përditshmërinë tënde, edhe pash një ëndër, sikur kisha vdekur. Edhe s'kisha bërë pothuajse asgjë. Domethënë, gjithë ato ëndra dëshira që i kisha nuk ishin realizuar dhe më kapi një panik, një angth dhe u zgjova e tmerruar duke qarë, që thash çka kam bërë, s'kam bërë asgjë. Dhe ajo ka qenë një gjë, nuk e di, ndoshta lidhet me pjesën e inteligjencës emocionale, ndoshta lidhet me këtë ambicien që edhe ti përmendi që kam dëshirë për të punuar fort, për të arritur ato gjërat e mia, dua të kem diçka nga zeroja, vetë, të ndërtuar vetë pa ndihmën ose patjetër që shikojmë për partneritete strategjike, patjetër që shikojmë për bashkëpunëtor dhe si mund të kemi mundësi të ndryshme për të rritur, për të bashkëpunuar me projekte të ndryshme që vijnë edhe nga faktorë të jashtëm ose nga ambasadat apo nga projekte të shtetit, por është ajo ideja që ta nisësh ta kesh gjën tënde, si është ajo që thonë me pjesën e fëmijës babit. Dhe ajo ka qenë një tronditje që më ka dhënë më shumë hovë. Nuk e di në cilat aftësi mund ta cilësoj ose mund ta ndaj, që gjithmonë kur e kujtoj atë moment më jep akoma shtys që unë të vazhdoj të bëj gjëra dhe të shkoj mbas asaj që dua, sepse koha është shumë e limituar, është e shkurtër. Ne sot jemi, nesër nuk e di. Nuk e di. E ardhmja është. Okej. Ajo që të ka ndodhur ty nuk ju ndodh të gjithëve. Okej. Por ka një teknik që i fton njerëzit për shembull që të shkruajnë ose të mendojnë çfarë do shkruhet në epitafin tuaj. Dhe secili ka mundësi që të mendojë që çfarë do thonë njerëzit kur unë të mos jem më. Dhe ajo që ti ke bërë, ti ke ndezur të gjithë motorët që ta shfrytëzosh jetën tënde, momentet e tua për të bërë atë që është e rëndësishme për ty. Dhe kjo është gjëja më e bukur, që të kenë mundësi të gjithë që të zgjojnë në motorët dhe të zgjojnë çfarë duan të bëjnë ata dhe të shfrytëzojnë të gjithë potencialin e zhvillimit të tyre. Shumë faleminderit që e ndave këtë me ne, kjo ishte shumë e bukur. Si e shef ti një sipërmarrës të ri sot? Çfarë këshille do kishe për të? Çfarë kam parë edhe nga eksperjenca ime, pjesa e parë, domethënë që do i thoja ose të kem parasysh nëse kanë një ëndër, një dëshirë, një gjë, thjesht të këmbgulin për atë gjë dhe mos ta lënë asnjëherë. Se nëse kanë se ne kemi pjesën e intuitës shumë ne vajzat, ne gratë, që nëse na e thot diçka nga brenda që bëje këtë gjë, ne e ndjekim dhe e rrim nga mbrapa. Kjo gjë është domethënë pjesa e këmbguljes, e sigurt për atë që do të arrish dhe ta ndjekësh deri në fund, pavarësisht vështirësive që mund të dalin rrugës, pavarësisht se çfarë njerëzit mund të thonë, pavarësisht se çfarë familja mund të thotë, sepse ndonjëherë dhe familja nuk e kupton ndoshta aq mirë se çfarë ne duam të arrijnë ose nuk i shikojnë domethënë të gjithë faktorët, të gjithë gjërat, ne duhet jemi të vendosur për të arritur atë pjesën e ëndrrës, dëshirës, biznesit që duam të hapim. Unë fakt po marr pjesë edhe në një program që është për zhvillimin personal, edhe aty gjatë gjithë kohës jemi duke u trajnuar për sa i përket pjesës së leadershipit dhe është një pikë tjetër që unë po shikoj me shumë kujdes dhe dua që të rritem te pjesa e leadershipit, se vetë biznesi ka të bëjë me leadershipin, ka të bëjë me sjelljen e njerëzve, ka të bëjë me individin që është në krye të gjës ose në themel të çdo gjëje. Dhe tek pjesa e librit është John Maxwell që ka shkruar që janë 5 nivelet e leadershipit, janë disa nivele që e përcakton një lider se ku do shkojë ose në çfarë pozicioni je tani dhe çfarë duhet rregullosh për të bërë niveli i 5 ose më i miri. Pozicioni i parë është pjesa e positions, që njerëzit respektojnë ose të ndjekin për shkak të pozicionit që ti ke. Pra nëse unë tek Enkri më ndjekin për se jam drejtuesja, bashkëthemeluesja. Pastaj kalojmë tek niveli tjetër që është pjesa nga pozicioni është pjesa e permission që të ndjekin sepse të besojnë. Pra këtu rritemi, kjo është upgrade-i që merr pjesa e leadershipit, të besojnë ty dhe të ndjekin pa menduar dy herë.
vazhdoj me nivelin tjetër të ndjekin ty sepse ti sjell rezultate. Pra për rezultatet që ti sjell, për kontributin që jep në kompani, në biznes, e din që ti jep rezultate dhe të ndjekin për këtë arsye. Pastaj kalojmë te pjesa e 4 që është personal development, që lidhet që ti e ke kompaninë në një fazë më të konsoliduar, ka ato arritjet e veta dhe ti je gati që të prodhosh liderë të tjerë. Pra brenda këtij grupi të vogël ndoshta që unë kam ndërtuar bashkë me Julian, ti jemi gati, ti trajnojmë këta persona që të vazhdojnë të marrin projekte përsipër dhe të japin drejtim. Dhe fundit fare, the pinnacle quhet ose kulmi i leadershipit, është pjesa që nëse unë një ditë ikej bashkë me Julian, duam të bëjmë ato pushimet tona, kompania vazhdon, njerëzit që ne kemi zgjedhur, kemi trajnuar gjatë gjithë kohës, është një gjë që është afatgjatë dhe ngelet trashëgimi ose një model leadershipi, mënyra se si ne kemi komunikuar me këto njerëz. Më thënë, kjo është një gjë që unë po e shikoj tek vetja, po analizoj pikat e mia të forta, pikat e mia të dobta dhe për të upgradeur më shumë për të prodhuar lidera të rinj si brenda kompanisë, po edhe tek njerëzit e tjerë për të bërë një ndryshim. Pra unë dua të arrij atë majën e 5 që me ato njerëz që takoj, me ato njerëz që punoj, ti ofroj një ndryshim të vogël që të jetë afatgjatë dhe ata ta shikojnë realisht që sa e fuqishme është pjesa e impaktit ose të ndihmosh të tjerët. Shumë faleminderit, Fationa, shumë faleminderit. Në qoftë se njerëzit duan që ta gjejnë Kenkri Marketing, ku e gjejnë? Jemi në Instagram, në TikTok, gjithashtu mund të na shkruani në website, aty kemi edhe gjitha projektet dhe trajnimet që do bëjmë në vazhdim, do fillojmë sërish në shtator. Shumë faleminderit Fationa Morati, faleminderit Kenkri Marketing, shumë suksese. Shumë faleminderit. Ishte një kënaqësi e veçantë, me histori të vërteta, me emocione të bukura dhe me shumë reflektime për rrugën e biznesit në hapat e parë. Faleminderit juve. Faleminderit shumë.